Kjo është ura bardheve ku kalojnë çdo ditë rreth 3500 banorë të kësaj zone mes frikës për shëmbjen e urës për të lidhur me qytetin e Shkodrës. Nga vëzhgimi i bërë në terren, verjet se 2 këmbët e urës kanë nevojë emergjente për ndërhyrje pasi duken çarje dhe gërryerje të mëdha, duke u kthyer në rrezik për qindra banorë të shumë fshatrave që kalojnë mbi të. Vetë banorët e pranojnë rrezikun që sjell ura, ata thonë se kalojnë me frikë dhe ndihen të pasigurt. Sipas tyre, shumë herë u janë drejtuar institucioneve me kërkesa, por deri më sot askush nuk ka marrë asnjë mas. Për zotën me të thënë drejtën, shqetësum deri në maksimum. Unë nuk e di don zoti vëshiruan këta njerëz që bojnë këtë rrugë, se për zotën bollën rrezikosh. Dita ditë, për don zoti nuk kanë merr njerëz më anta. Ai sa është problem, këtu kalojnë 3.000 banorë çdo ditë. Çdo ditë 3.000 banorë në këtë zona. Po stripa e zona këtu, 3.000 banorë, 3.500 banorë, kujtej, që e bën rrugën ditë për ditë edhe në 4 natë që bën rrugën e Malizi, është shumë problem. Që s'këna frikë më, ka kalon fëmijë shkollën me ka 50. Fugoni, kalon fëmijët e shkollës në rrallë po, se hajde për ne këna kërë punës, edhe pashku, po halli se fëmijët e shkollës. Problem për zotën, ditë për ditë e bën rrugën punëtorët e fabrikave, njerëzit. A shef si është, normal që është vështirë, kallzon puna vetë. Po ka disa herë që keni bërë video kështu edhe kur gja, më duket po lodheni këtë dhe ju. Pra ke shqetësuar kur kaloni? Po shqetësime, normal se ka gjithkur shqetësime, kjo është si me kanë urë fshatit, jo lidhë tëna këto zona. E për rrezikun se tu shema, keni frikë? Po në rast të hijet normal se ka frikë. E me kanë krejtë rregullt edhe këtu vjen ujë shumë. Jo ma tash, pe shef një vetë. Jo, keni frikë personalisht kur kaloni këtu? Po normal morbur, po gjithkush ka frikë. Kush s'ka frikë? Një tjetër problem është fakti se ura ka një sens kalimi dhe automjetet duhet të presin njëra tjetrën. Sipas banorëve, nuk kanë munguar as konfliktet mbi përparësinë e kalimit, pasi nuk ka asnjë lloj sinjalistike. Kjo është ngushtë, kjo ka pas edhe ngathresa për punë të kalimit këtu. Ka pas ngathresa këtu, ku mumi, po ngathresa, po si më burë, është shumë problem, për zotën shumë problema. Nuk e di se shumë, nuk kam në gjatë keqe mas një, as nuk rrallë, nuk është se këtu banej, por se kryetari i bashkisë, me të thënë drejtën, nuk është si mjetë, po është tash 30 vjetë. Ura bardha e problem. Nuk është si mit, po tash 30 vjet. Don zoti nuk bën mana, do hanatër bën në problem i rëndësishëm. Deri më sot, autoritetet vendore janë mjaftuar vetëm me vëzhgime e premtime për ndërhyrje, por që në realitet nuk janë konkretizuar me investim.